marrim frymë thellë, i çojmë durt lart në pozën e malit. Kadale i bim afër zemrës. I lakojmë gojët prej kukave, palosëm e komplet drejt tokës, kokën e fusim mes të dy krahëve. Edhe e lirojmë, shkojmë në gjysmë palosje durt, janë ose për funi ose për mbi gjujve, hapim gjoksin, kçyrim përpara. Edhe përsëri lakojmë gojët, kokën shkojmë drejt tokës, edhe dal nga dal, rruz për rruz, rikthehemi lart në pozën e malit. Prej këtu, durt i kthejmë përsëri në qendër, këmbën e majt, shkojmë mrapa, kjo quhet luftëtari 1, po këmba përpara është e lakume, mrapa është në fund diagonale, kukat shkojnë përpara, marrim frymë thellë, duart shkojnë lart drejt qiellit, e ndjin, sidomos kama përparme duke funksionu, mirë po dhe kama e pasme e vren duke u zgjat, dal nga dal, e lirojmë gjoksin, shkojmë përpara, duart shkojnë mrapa, ndin një zgjatje edhe më të madhe në pjesën e pasme të këmbës, marrim frymë thellë edhe një herë lart, edhe rikthehemi në qendër, e ndihmojmë veten, rikthehemi në pozën fillestare. Përsëri, këmbën tjetër, këmbën e djathtë, e çojmë mrapa, shkojmë në diagonale, ndërsa këmba përpara është e lakume. Duart shkojnë lart drejt qiellit, e lirojmë, shkojmë përpara me gjaks, duart shkojnë mrapa, ndihet zgjatjen edhe më të madhe te këmba e pasme. Përsëri, duart shkojnë lart drejt qiellit, marrim frymë thellë, edhe e lirojmë, dal nga dal, përsëri përpara. Rikthehemi duart në qendër, kjo thjesht vetëm ndihmon që ti me qenë më shumë në balans apo në ekuilibër. Përsëri rikthehesh përpara, merr frymë edhe liron frymën. Duart i ki poshtë, shkojmë përsëri në pozën e malit, duart lart drejt qiellit, rikthehemi në qendër. Prej këtu, përsëri këmba djathtë shkon mrapa në luftëtari 2, do të thonë këmba është në njëjtën linjë bashkë me pjesën e poshtme të shtrojës, duart shkojnë lart, këmba përpara lakohet, edhe jemi të qetë, shikimin e kemi përtej gishtave. Prej këtu shkojmë në anën e kundër derisa dora djathtë vjen lart drejt qiellit, edhe dal nga dal, e lirojmë, dora shkon drejt tokës, ndërsa majta shkon lart drejt qiellit. Edhe paramendojmë që kemi një forcë lart e cila po na ngre, edhe ndihmë në zgjatje. Po njëjtën kohë edhe një forcim. Kokën me pru mes të dy durve, nëse është nevoja, këmbët i lakon, vithet shkojnë lart drejt qiellit, edhe qëndron që të pikë për 5, 3, 1, e lirojmë përsëri prej këtu, mundemi me ardhë me gojë drejt tokës për 1, rikthehemi mrapa, e lëshojmë frymën. Përsëri vjen për 2, rikthehemi mrapa, e lëshojmë frymën. Për 3, rikthehemi mrapa. Këmba djathtë shkon lart drejt qiellit, derisa shikon mes të dy durve, mundosh me pru atë këmbën mes të dy durve. Duart i bjen afër vetes, përsëri, edhe shkojmë në luftëtari 3. Kjo pozë ka të bëjë mjaftueshëm jo vetëm me forcën, mirë po me edhe balancin e trupit tanë. Andaj, nëse ke mundësinë, e ndihmon veten, shkosh fillimisht lart, këmbën e përparme mundesh me laku, ndërsa të pasmen mundesh me drejtu. Derisa e drejton këmbën e pasme, gjoksi fillon dhe vjen drejt tokës, edhe në vend se me hap kuken, mundohemi me mbyll kuken, edhe kjo të ndihmon edhe në aspektin e fleksibilitetit, po edhe në aspektin e balancit dhe forcës.